Procesi numërimit është në vijim, por të dhënat e para tregojnë një dinamikë interesante sa i përket mandateve nga partitë e reja, kjo për qarkun e Tiranës. Në këto zgjedhje parlamentare 2025, bazuar në informacionet e deritanishme, partitë e reja ka një mundësi të artë, më konkretisht janë 3 partitë të reja që kanë konkuruar në këto zgjedhje parlamentare dhe që ka mundësi për të marrë mandate. Nga partia Lëvizja Bashk mandat ka fituar kandidati për deputet në qarkun Tiranë, Redi Muçi. Shqipëria bëhet e lapajt fiton ulse në parlament me Ana Dajko, e cila po ashtu kandidoi në qarkun Tiranë. Ndërkohë që edhe partia Mundësia sipas rezultateve paraprake do të fitojë 2 mandate, përkatësisht kryetaria Grën Shehaj dhe Erald Kapri. Por çfarë premtimesh kanë bërë këto parti të cilat kanë fituar zemrën e qytetarëve shqiptar? Partia Mundësia Grën Shehaj është një parti politike që ka bërë disa premtime duke nisur nga zhvillimi ekonomik, arsimi, shëndetësia, korrupsioni, barazi sociale. Partia ka premtuar krijimin e mundësive të reja punësimi dhe rritjen e investimeve në sektorët strategjik të ekonomisë. Ata janë angazhuar për përmirësimin e kushteve në arsim dhe shëndetësi me fokus krijimin e mundësive të barabarta për të gjithë qytetarët. Një tjetër premtim i rëndësishëm është edhe lufta kundër korrupsionit dhe rritja e transparencës në administratën shtetërore. Partia Mundësia angazhohet për një shoqëri më të drejtë dhe më të barabartë duke luftuar diskriminimin dhe promovuar përfshirjen sociale. Kjo parti ka në program edhe stopimin e politikave fiskale për një periudhë 10 vjeçare, me qëllim krijimin e një klime më të qëndrueshme për investime dhe zhvillimin ekonomik. Planifikon këtë ulje në administratën shtetërore dhe reduktimin e shpenzimeve duke kursyer rreth 1 miliard euro në vit. Një tjetër parti është Nisma Shqipëria bëhet e udhëhequr nga avokati Adriatik Lapaj. Ai ofron gjithashtu një taks të sheshtë për në masën 10%. Ky koalicion propozon një sistem të rimbursimit të TVSH-s për qytetarët, duke u kthyer deri në 10% të TVSH-s që ata paguajnë për blerje gjatë vitit. Gjithashtu ky koalicion kërkon heqjen e disa taksave për karburante dhe të tjera. Lëvizja Bashkë drejtuar nga pedagogu Erlin Qorri është një forcë e spektrit të madh që synon rritjen të ardhurave të buxhetit të shtetit deri në 33% të prodhimit të brendshëm bruto brenda 4 vitesh, me qëllim përmirësimin e shërbimeve publike dhe mbështetje për shtresat e varfra. Ajo mbështet në një sistem tatimor progresiv me më shumë shtresa dhe norma më të larta për të ardhurat më të larta. Nëse këto shanse do të konfirmohen në fund të mbarimit të procesit të numërimit të votave, jo mund të ndikojë ndjeshëm në balancën e pushtetit politik në Tiranë dhe në nivel kombëtar. Konkurrenca e fortë nga partitë e reja është një tregues se elektorati disi është në kërkim të alternativave të reja dhe mund të reflektojë një ndryshim të mundshëm në dinamikën e politikës shqiptare. Pas një periudhë të gjatë të dominimit të disa partive tradicionale, ky zhvillim mund të sjellë një rritje të pluralizmit politik dhe një rritje të përfaqësimit të grupeve të ndryshme shoqërore. Partitë e reja nuk i kanë poshtur partitë e vjetra pavarësisht rezultateve të deritanishme, teksa nëse partitë e reja sigurojnë mandate deri në fund të procesit të numërimit të votave, mbetet për të parë nëse do të mbajnë premtimet e bëra për qytetarët shqiptar gjatë 30 ditëve fushat elektorale, por jo vetëm, edhe me diasporën shqiptare, pasi vota e emigrantëve shqiptar ka qenë tetë e rëndësishme në këto zgjedhje parlamentare të 11 majit 2025, vendimtare për 4 vitet e ardhshme.